Si të mos mjaftonte fakti se nuk po tërheqin prej 4 muaj pagesën e ndihmës ekonomike, personat me aftësi të kufizuar janë përballur me radhë të gjata pranë sportelit të postës shqiptare në Lushnjë, e cila po shpërndan pagesën në muajin tetor, duke shkaktuar vonesë, pasi punon vetëm me një sportel. Qytetarët ankohen se kjo është një situatë e papranueshme pasi ju duhet paraqiten pranë sportelit të kësaj zyre që në orët e para të mëngjesit, pas kërkesave të tyre për të shtuar një tjetër sportel. Askush nuk i është përgjigjur. Mirë që në 30 njerëz, dy grua 75 vjeçë, ta vrana dërmuan, na përna dhem zemra, edhe nuk i ndas sportelat në rregull. O të ndajnë të gjithë ose t'i lërin fare të dy. Tush, Shavra, Pluku, Lushnja, këtu duke Rumunja. Ku merren aty? Ulja e temperaturave është një tjetër faktor me të cilin duhet të përballet kjo kategori personash, ndërkohë që për ta, festa e vitit të ri duket sot jetë shumë ndryshe nga vitet e kaluara, pasi mundësitë ekonomike janë tepër të pakta.